sprova të shumta. Fillimisht do ta kuptosh një gjë, ti dhe unë dhe çdo kush tjetër që beson Zotin hak, se ajo që e godet robin është hajër për te. Edhe nëse në sytë ton duket e keq apo e rëndë. Ajo është hajër për Europën. Hajër o për tashmen, o për tardhmen, o për dynja, o për ahiret, o për të dyjat. Është hajër për te. Do ta kuptosh pasaj një gjë tjetër gjithashtu, se Zoti të keqën robët nuk jeton. Ja, po ashtu, rastësi nuk ka, po është dësen, është me kader, është me urtësi të përkryer. Pastaj, fakti që Zoti e zgjedh dikand me spravu ma shumë, kjo nuk do thot në asnjë rrethon, asnjëherë për jetë, se Zoti ja ka inati, apo e dona tjetrin që sfervar më pak, më shumë se saktë. E kundërta mund të jetë, por kjo jo. E kundërta mund të jetë në shumicën e rasteve, sepse hadithet ashtu. Idha habba Allahu abden ibtalahu, kur e don Allahu një rob e spravan. Nuk thot hadithi kur e don Allahu një rob nuk e spravan. Ja, kur e don një rob e spravan.